Fundi i muajit sjell surpriza të këndshme për këto tre shenja të zodiakut. Janari 2026 po mbaron, por për disa shenja të zodiakut viti sapo ka filluar të zbulojë aspektet e tij më bujare. Sipas tendencave astrologjike, tre shenjat të zodiakut janë në një periudhë veçanërisht të favorshme, ku fati, intuita e duhur dhe mundësitë e papritura punojnë pothuajse në harmoni. I pari është Demi. Demi ka një lidhje të lindur me stabilitetin dhe sigurinë materiale dhe në fund të janarit kjo lidhje do të forcohet. Ndikimet planetare krijojnë një mjedis qetësie dhe besimi, gjë që e ndihmon shenjën të marrë vendime të sakta dhe metodike, veçanërisht në çështjet financiare. Nuk ka të bëjë shumë me fatin sesa me shpërblimin e durimit dhe qëndrueshmërisë. Zgjedhjet e vjetra, planet që ndërtuan në heshtje ose përpjekjet që nuk ishin parë ende, tani po fillojnë të japin frytet e tyre. I dyti është Luani. Ditët e fundit të janarit janë të ndritshme. Vetbesimi do të rritet, humori do të lehtësohet dhe ndjenja se diçka e mirë po vjen bëhet pothuajse e prekshme. Është një kohë kur kjo shenjë tërheq mundësi për ta, thjesht sepse ata besojnë në vetvete. Sekreti megjithatë qëndron në veprimin e vazhdueshëm, hapa të vegjël dhe të vazhdueshëm që mund të çojnë në një sukses shumë më të madh nga sa e prisnin. I treti është Shigjetari. Shigjetari është në një fazë ku universi duket se u hap shtigje aty ku më parë shihnin pengesa. Me Jupiterin që forcon optimizmin dhe guximin e tyre, kjo shenjë fiton një instinkt të mpret për vendin ku duhet të jetë dhe cilën zgjedhje ja vlen të ndiqet. Mundësitë mund të shfaqen papritur, rritja e vetbesimit i bën shigjetarët më të guximshëm, më të hapur ndaj rrezikut dhe në fund të fundit më afër diçkaje që nuk guxonin kurrë ta ëndërronin deri vonë.